Stiget tika në zëna, moj të lëze malito. ISO mbi kaldrëm është organizimi që nisi kalendarin artistik të Bashkisë Gjirokastër për muajin gusht. Ishte grupi polifonik Nektari Polifonisë që hapi siparin e mbrëmjeve artistike me interpretimin e këngëve të traditës, duke sjellë emocione dhe duke promovuar vlerat e trashëgimisë shpirtërore shqiptare në zemër të qytetit të Gjirokastrës. Ndjemi të privilegjuar që të çelim ISO në kaldrëm, ku polifonia ka vendin më të shenjtë këtu në kaldrëmet e pazarit e Gjirokastrës, sepse polifonia është një aset i madh shpirtëror i kombit tonë shqiptar që përcjell historinë, përcjell gjuhën, përcjell gjithë vlerat shpirtërore që kemi neve në shekuj. Neve jemi grupi Nektari Polifonisë, një grup i përbërë me djem nga qarku i Gjirokastrës, kryesisht nga qyteti Gjirokastrës, Shatra dhe Labris dhe qyteti i Tepelenës. Jetojmë të gjithë në Tiranë, pjesën më të madhe kemi këtu në kthyer në Gjirokastër. Është kënaqësi që polifonia si një aset i madh i çmuar të shikohet dhe nga turistët, e cila është krye vlera e kombit tonë që mbrohet edhe nga UNESCO, dhe ne si djem të ri kemi vendosur që ta ruajmë këtë thesarin tonë shpirtëror të trashëguar nga brezat, duke përcjellur dhe në brezat e ri, duke qenë burim frymëzimi për ata që janë brenda vendit, por dhe për ata që janë jashtë, të cilët e dëgjojnë me mall dhe mendje. Qytetarë dhe turistë u bën pjesë e atmosferës festive duke ndjekur nga afër koncertin. I think the city is most Gjirokastra është një qytet shumë i bukur dhe me histori të pasur. Njerëzit këtu janë shumë mikpritës dhe kjo më kujton traditat e vendit tim, Kurdistanit. Edhe ne kemi muzikë dhe këngë tradicionale që ngjajnë me ato shqiptare. Atmosfera është e mrekullueshme. Ftoj të gjithë të vizitojnë Shqipërinë sepse njerëzit janë shumë të dashur. The songs Është e mrekullueshme, muzika, atmosfera dhe njerëzit janë fantastik. Më pëlqen shumë energjia që përcjell ky festival. Do të dëgjojmë edhe këngë polifonike dhe muzikë tradicionale të cilat janë shumë të bukura dhe plot jetë. Pjesë e edicionit të 5 të ISO mbi kaldrëm do të jenë disa grupe polifonike, të cilat do të performojnë gjatë fundjavave të gushtit në pazarin karakteristik të qytetit të Gurt. Prej mbrëmjes së sotme në pazarin karakteristik ka startuar për një muaj me radhë. Do të kemi ISO mbi kaldrëm me grupe polifonike të cilat përfaqësojnë, le të themi, qytetin dhe njësitë administrative të qytetit të Gjirokastrës. Grupet do të jenë të pozicionuar në pazarin karakteristik, aty ku do të kenë mundësinë të shijojnë jo vetëm turistët vendas, banorët, por edhe turistët e huaj të cilët vinë dhe zgjedhin qytetin e Gjirokastrës për të kaluar fundjava e tyre. Mbrëmjen e sotme e nisëm me Nektari Polifonisë, grupi më i ri, ndërkohë që do të performojë grupi Argjiro, grupi Ergjëria, do të jetë grupi Gura e Picarit, grupi Kolonjës dhe shumë grupe të tjerë të cilët kanë zgjedhur që të jenë pjesë e ISO Polifonisë në aktivitetin i cili vjen edicionin e tij të 5, ISO mbi kaldrëm. Ashtu si çdo vit, ata zgjedhin që të jenë pjesë e këtij aktiviteti që tërheq turistë nga gjithë bota dhe jo vetëm vendasit. Gushti do të sjellë një larmi aktivitetesh në qytetin e Gurt që synojnë gjallërimin e sezonit turistik.